Unë e kum pas plagën shumë të infektuar që ku morr infekcion tron. Mu kanë hi krymat në trët për zalli. Bashku marrë në kërën e majtë mu qatë të dylke era, aj kërë nuk më thejke për djene era. Përshëndes edhe një Bekim Ademin, djallin e profesorit edhe luftatorit Furçyl Ademit. Aj më ka këshyrë mu 3 dit, edhe masanena, kur jëm këthy këtu, është një bajra, më ka nejtë gati shumë, i cili më ka monë në shpinë, e ka flejt me mu, unë e kum pas plagën shumë të infektuar që ku morr infekcion tron. Mu kanë hi krymat në trët për zalli. Edhe ja bësha hysi, thash hys, po më livri diçka në shpinë, thash se s'po mëj me flejt. Hysi ma boni, tha, ja mërë, tha, kush e di vish nuk ka bo marak. Tha, vallaj, hys, thash, të edhi që unë nuk i bëj këtë sëret më roja. Kur e ka shel hysi, plagën që ma ka zgjidh, mas 3 dite, edhe unë mu vike era shumë, thesha hys, po më vjen era dhe ky, edhe a i shkon të ma një erën, po pejtë orë kesh më thonë, sa i flajke me mu, edhe marrë gji. Bashku marrë gji, unë në kërën e majtë mu qatë të dylke era, a i kërë nuk më thejke për djene era. Edhe u kry lufta, se djetë e i gjallë.